ajt për imetit ton që për ngjan Ibrahimit a.s. dhe tha Omer, elhamdulillah, që ma pruni Zoti, me takon një njeri nga imeti ynë që i për ngjan Ibrahimit a.s. Njëherë thënë ta dëshmon që unë jam pejgamber, këtë ke nuk pëni. Kur theke a dëshmon që Muhamedi është pejgamber, theke po, Muhamedi është Rasulullah pejgamber. E që është mus po mlinë kur për thëmë për veti, e për të pënin, o hidhru shumë në ta, e kështë shumë njerëz atje, ishte shumë i famë shumë, ordhroj, o ndëz një zjarë i madhë, dhe e hodhën e për mëslimin e zjarë, por zjarë në këdoqë. Që me sa me këshillu vetën mas pare, pas ta juve. Dhe ku mi gjithë do burrat në dhej që mi marë rënek dhe mosër dhe shanë. Dhe mu kujtu një Ebu Muslim el-Khawlani, nga Jemeni. Njëri i cili është për ngjame Ibrahimin a.s. Ani pse Ibrahim dhe Ebu Muslim el-Khawlani mija vite me zvete. Konsiderohet për ta benve më të mëdhej për nga anët devotshmërisë. Dhe kjo është ka kohë që për cilë Ebu Muslimin. Omeri radiallahu anhu e kishte pa një njeri në kohën e vetë, që është në xhami si kurse ne, ju ka afrua afër një shtyllë dhe për falë namazin njeri. Por për shëpë se është figure huj, figure jo njohër njeri huaj. Edhe nga etika, edukata, Omeri pyet kush je ti? Në ramë në vetë se kalëzaj, thave që nga Jemeni. Nga Jemeni, po. Të regëm që ka bani Zoti me atë qafirin kriminelin atje të kjo i cili pretendej se o pejgamber. Që ka bani kër e hudhin zjarë një rëbë Zotit. Tha po, ajo është Ebu Muslim el-Khawlani, po është Zotë mësje ti. Qa i tha po, në jam. O që u e puthin badë. Dhe i tha, me mu më arë më shku të Ebu Bekri. Në ka lëzu Ebu Bekrit, që fa njerën e pas ka sjellë Zoti e në gjami. E qëka ishtë tërgimi tina një men atje? Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, gjatë jetës e ti, ka paralemruar që e cek Budavudi, Tirmidhiu dhe të tjerë, sa i bekuar ka thanë pas meje, do të vinë njerëz të cilët pretendojnë rrejshëm se janë pejgamber. Madje ka cek me numër 30 dëgjallë, kulluhum yaz'umu annahu nabi. 30 veta, se cilë prej tyre pretendon që është nëbi pejgamber. Ela la nëbije ba'di, e masmi në ka pejgamber. Pra për shërët kiametit në pretendon njerëzit që janë pejgamber. Njëri prej tyre ka qenë kë në Jemen. Kë është afer të shqëllën me këtë muslimin dhe kupton se bu muslimi është prej muslimanëve dhe thirë. Thët, a dëshmën të që janë pejgamber? Kë nuk përgjigjet. A dëshmën që pejgamberi është? Muhamedi është pejgamber? Tha, po, dëshmëj që Muhamedi është pejgamber. A dëshmën që unë jam pejgamber? Këtha, nuk më një. 3 herë përsëriti. O hidhru shumë në ta, ordhroj, o ndëz një zjarë i madhë, dhe e hodhën e për muslimin e zjarë, por zjarë nuk e doqë. Gjemati atina i thonë që kë njeri, nëse e len një men, ka me të rotullu ty e Jemeni, pra ka me këthi kundër teje. E halli dëbëj për vendit, dhe dëbën, dhe e qëtë shkën Medinë. Omeri të kanë atë, dhe u që Omeri puthin balë, dhe tha, e me mushkën të Ebu Bekri. Dhe tha Ebu Bekrit, ja Ebu Bekr, a për një filanin, tha kjo është ajt për imetit ton që i për ngjan Ibrahimit a.s. Dhe tha Omer, elhamdulillah, që ma pruni Zoti, me takon një njeri nga imeti ynë që i për ngjan Ibrahimit a.s.